për shembull diskutohet edhe reforma territoriale. Këtu është bërë një krim i madh me reformën territoriale e cila ka synuar boshatisjen e Shqipërisë dhe jo gjallimin e qyteteve tona. Dhe mendoj që një nga këndvështrimit që duhet parë reforma e re territoriale duhet të jetë dhe kjo, sepse çfarë ka ndodhur, duke i zhvendosur shërbimet nga qytetet në disa qendra të tjera, duke i sjellë në Tiranë kryesisht, pra duke e centralizuar pushtetin në vend që ta decentralizosh ato, ne kemi sot një produkt të tmerrshëm, të dhimbshëm, tragjik që është boshatisja e qyteteve. Dhe duke pasur parasysh që ti e mban mend lëvizja e famshme e fillimit viteve 2000 në të gjithë Europën dhe botën, decentralizimi pati shumë sukses, i dha shumë frymarrje vendeve të rëndësishme. Fakti që shkohet kundër me një lloj, ti thua, ka qenë e paramenduar. Po. Të gjitha të dhënat na tregojnë që ky është një projekt politik. Duke nisur me faktin e parë, a keni dëgjuar ju ndonjëherë ndonjë përfaqësues të majorancës që të jetë i shqetësuar për shpopullimin e Shqipërisë? Asnjë. As privatisht në takimet që ti mund t'i ndeshësh pa kamera dhe as në takime zyrtare apo në daljet publike, ata nuk janë të shqetësuar për shpopullimin e Shqipërisë. Por më keq se kaq, është projekti politik që është i ndërtuar në mënyrë të tillë. Duke nisur, nëse mbani mend, fillimisht u mbyllën universitetet ose degët e universiteteve që ishin pole të rinisë, që u hapën në qytete të ndryshme. Dhe ato vetëm sjellin gjallëri, po edhe krijon një mundësi që ata të rinj që shkollohen po në ato qytete të qëndrojnë aty. Më pas vazhdoj me mbylljen e drejtorive, mbylljen e gjykatave, të drejtorive rajonale, duke zhvendosur nga një qytet në tjetrin, në centralizimin e pushtetit duke sjellë gjithmonë në Tiranë. Tani duke i hequr këto, ti heq mundësinë që aty të kenë interes të qëndrojnë inxhinierët. Duke mbyllur spitalit nuk do të ketë më infermier dhe doktor. Duke marrë një patronazhist në punë dhe duke mos marrë dikë të zotin, ai do të vinë në Tiranë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka një trysni që të gjitha njerëz ose të zhvendosen në Tiranë, ose të largohen jashtë Shqipërisë. Le ta marrim jetën e një studenti. Një student që të vit të studiojë në Tiranë, e para për shembull, duhet të gjejë një vend ku të strehohet. Në qytetin Studenti ka fare pak dhoma dhe duhet të kesh një mik shumë të fortë të partisë që ti të gjesh një dhomë. Por pjesa më e madhe kanë të pamundur të qëndrojnë në qytetin Studenti. Atëherë duhet gjejë një apartament me qira. Apartamentet me qira kanë shkuar në stratosferë. E kuptoj çmendurinë e madhe me të cilën ballafaqohet se nuk kështu që ata janë më shumë intereson që të shkojnë jashtë dhe me po ato para marrin edhe një arsim më cilësor dhe më pas përgatiten dhe menjëherë për tregun e punës jashtë se sa të qëndrojnë në Shqipëri. Ky është presioni dhe këto janë politika që kanë ardhur të gjitha së bashku, por kanë ardhur gradualisht, pak këtu, pak aty. Duhet të flas pak për edhe një gjë të fundit, meqense ka ndodhur Rishtas. Çfarë ishin vendimet e fundit në Vlorë? Au hoq si vendimi i fundit kadastra e Vlorës, dhe atë që ishte aty, dhe atë e heq. Arsyet janë gjithmonë të ndryshme. Nuk ka dyshim për këto, por ti sapo hoqe një tjetër shërbim të fundit nga Vlora. Po ashtu i ke hequr shërbimin e ujit, se ke përqendruar në Tiranë, do vendoset nga Tirana si do menaxhojnë ujin bashkit. Mbetjet, po ashtu do menaxhojnë nga Tirana se do bëjë një agjenci kombëtare. Policitë bashkiake ka thënë përsëri Edi Rama që do menaxhohen nga qeveria qendrore, jo nga bashkit. Pra gjitha këto janë burime që ti i heq nga qytetet, i centralizon në Tiranë dhe i motivon njerëzit që ta shpopullojnë vendin ku kanë jetuar